Bismillahirrahmanirrahim. Roli luftarak. Xhamia ka qenë e pranishme fuqimisht edhe në lëvizjet luftarake dhe ushtarake të muslimanëve përgjatë historisë. Ato janë konsideruar historikisht si piknisja strategjike e të gjithë ushtarëve të muslimanëve në mbrojtje të Islamit dhe për të çuar sa më lart fjalën La ilahe illallah. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë: Xhamia e profetit, paqja e begatia Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, dhe të gjithë xhamitë e tjera përgjatë historisë islame kanë qenë baza të rëndësishme lufte. Kështu pra, xhamia ka qenë gjatë gjithë historisë poshti kryesor rreth të cilës është orientuar lëvizja e muslimanëve. Ajo ka qenë epiqendra në të cilën muslimanët kanë mbushur depot e tyre të zemrës dhe të shpirtit dhe prej mirësive të duave dhe të namazve janë furnizuar me moral, optimizëm dhe forcë për të zhvilluar betejët e tyre të nderit. Xhamit kanë shërbyer që muslimanët të furnizohen me diturinë dhe me njohuri që i afron me krijuesin e gjithësisë. Nëpërmjet atyre dijeve dhe njohurive, ata u njohën me urdhëresat dhe ndalesat. Ato xhami kanë shërbyer si streha meditimi për të gjithë të pasionuarit pas hallëve të muslimanëve dhe të umetit, pra popullit islam. Ato xhami kanë qenë burimi kryesor i atyre energjive të pastra njerëzore që janë shndërruar pas besimit dhe furnizimit me dritë në shpata prej shpatave të Allahut në tokë.